Shkodra do të mirëpresë nga 10 deri më 30 gusht edicionin e 17 të Shkodra Jazz Festival. Festivali do të sjellë koncerte, masterclass dhe aktivitete të tjera artistike me pjesëmarrjen e muzikantëve nga Shqipëria dhe disa vende të rajonit dhe Europës. Do të kemi edhe 2 artiste nga Holanda, të cilat do të bëjnë një rrymë pak ndryshe, moderne, le të themi, ku do të dëgjojmë new soul, R&B me nuanca jazz, të 2 artisteve You and I dhe Jade, që vinë për herë parë në Shqipëri, janë në turën e tyre në kombëtar, që ka filluar një muaj më përpara. Edhe në këtë edicion do të vijojë bashkëpunimi me Radio-Televizionin Publik Shqiptar në funksion të promovimit të festivalit dhe aktiviteteve të tij. Është një bashkëpunim shumë pozitiv dhe ne jemi krenarë që kemi një partner të tillë në festivalin tonë, pasi përveç pasqyrimeve, por edhe profesionalizmi me të cilin ne trajtohemi është admirues. Për këtë jemi shumë mirënjohës. Shkodra Jazz Festival organizohet nga Shoqata Kulturore Rock Jakaj në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe institucione të tjera. Festivali vijon traditën e promovimit të muzikës jazz dhe shkëmbimit kulturor në Shkodër.